lutjet, agjërimet, punë të mira dhe mirësia. Në këtë ditë të shenjtë të Fitër Bajramit, Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakov hapi dyrë dhe mirëpritën përfaqësues të partive politike, të cilët uruan këtë festë të rëndësishme për besimtarët musliman. Kryetar bashkë me përfaqësues nga Partia Demokratike e Kosovës, patëm dëshirë më arë sot Bashkësia Islame përmes juve. Fillimisht juve mi uru festën e Bajramit, jetën kohë përmes juve mi uru gjithë qytetarëve të Kosovës, respektivisht komunës tonë, festën e madhe të Fitër Bajramit. Uroj agjërimit këtë shku mbarë, ju e pranu lutjet, agjërimi e gjithë besimtarëve gjatë këtij muaji ku lidhemi me Zotin e me njëri tjetrin, të ketë qenë muaj i mbarë e i begat, e kjo festë sjell mbarësi e paqe, e mbi të gjitha shëndetin e mirëqenjen për ju, familjet e juja, gjithë besimtarëve, në emën timin e gjithë bashkëpunëtorëve të mi këtu nga Alternativa, uroj gjithmonë të takohemi në ditë të festës, të gëzimeve e sukseseve të përbashkëta. Në emër të lëvizjes vendosje për gjithë besimtarët edhe një urime me festa Bajramit. Kjo festë ka shumë kuptim pas muajit të shenjtë Ramazanit dhe po urojmë që Zoti ka ndëgjuar lutjet e besimtarëve dhe të ketë sa më shumë mirësi, bereqet në shtëpinë e secilit. Ashtu që ky muaj i agjërueshëm me plot lutje ka pasur mëlsinë e vet, qoftë ky vit jo më për gjithë ne, pa përjashtim. E për gjithë ata me tekst veçantë që kanë agjëruar, thash Zoti lutjet e tyre qofshin pranuar. E lutim me Zotin e Madhërisëm që këtë muaj të Ramazanit ta kemi agjëruar ashtu si duhet, edhe ibadetet ti kemi bërë ashtu në mënyrë më të mirë të mundshme, kështu që të dalim sa më mirë nga ky muaj. Për urim të kësaj festi, Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakov e nderoi edhe Aleanca Kosovare e Bizneseve. Urime për shëmot këtë festë. Fitër Bajramit, në emën tëmi personal, në emën të Aleancës Bizneseve, ju dhe gjithë besimtarët besimit islam, urime dhe për shëmot. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame Valon Myrtas së bashku me kryetarin e komunës së Gjakovës Ardian Gjini përsollën një mesazh të përzemërt për qytetarët. Përmes Këshillit të Bashkësisë Islame, përmes kryetarit, du gjithë qytetarëve të komunës së Gjakovës me uru me fat dhe për shumët Bajramin, mas një muaj të shenjtë, mas një muaj agjërimi. Sot po besoj që të gjithë janë për familjet e veta dhe festojnë këtë festë të madhe. Edhe njëherë, kryetar, shumë faleminderit për kontributin tuaj, për punën tuaj, për mundin që e bëni, me gjithë besimtarët, po edhe me gjithë qytetarët, që është jashtëzakonisht e rëndësishme, urime të gjithëve, për shumët e me fat. Shfrytëzoj rastin të gjithë besimtarëve musliman, atyre që kanë agjëruar ditën, që kanë shtruar sofra në mbrëmje, që kanë patur lutje gjatë natës, që Zoti t'u ketë pranuar gjitha lutjet dhe ato shërbeshin për njëri tjetrin. Qofshim me afër Zotit dhe me pranë zemrat të njëri tjetrit. Gjithashtu uruan të gjithë besimtarët për këtë ditë të veçantë, duke dëshiruar paqe, harmoni dhe begati në familjet e tyre.